Përshëndetje të nderuar miq, ritakohemi së bashku në podcastin ton Në mes jush. Këtë herë kam të ftuar dy kandidatë të qarkut Shkodër, Suada Kopshti, mirë se keni ardhur, Mirë. dhe Lisman Pllumaj, mirë se keni ardhur. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Atëherë, para se sa të filloj me diçka tjetër, rruga ishte e thjesht, kishte trafik apo jo? Do them të drejtën, rruga ishte i shijes, e ngarkuar me trafik. Besoj kishte ndodhur një aksident gjatë rrugës. Punimet si po bëhen në hymjet të Tiranës, në Kashar edhe aty një fije, por përgjithsisht mirë, rruga me shi, por shiu është një simbol i mirë si begatis. Edhe mendoj që çdo gjë do shkojë mirë. Dhe unë jam i bindur për këtë. Suada, a mund ta nisim me një pyetje fare të thjeshtë, po është e vështirë në njëkohësisht. Kush është Suada? Suada Kopshti? Pra ajo Suada që duhet të njohin ata që po na ndjekin, që janë qytetarë të interesuar për politikën në këtë vend, janë mbështetës tanët, pra të Partisë Socialdemokrate, dhe janë njerëz që akoma se kanë ndarë mendjen për këtë votojnë. Mund të jenë shkodran, po mund të jenë edhe nga jashtë qarkut të Shkodrës. Kush është Suada? Unë jam Suada Kopshti, vi nga një zonë plot me tradita dhe vlera siç është Ana e Malit, pjesë e Shkodrës. Unë për i vitesh unë kam studiuar për gjuhë letërsi dhe kam punuar shumë vite tek zyra arsimore. Aktualisht punoj specialiste e gjithë qarkut Shkodër tek OSHE-ja. Kam qenë gjithmonë afër komunitetit dhe problemeve të tyre. Jam dhe shumë e angazhuar afër tyre, problematikave të tyre, çdo gjë që lidhet me këta. Jam shumë e angazhuar në këtë pjesë dhe besoj se do jem një zë i fuqishëm për të gjithë ata. Okej, Dhe problematikat e tyre. kuptoj. Për problematikat, për realitetin që ju shikoni do kemi mundësi të flasim gjatë këtij podcasti, por të kalojmë një moment tek Lismani. Kush është Lisman Pllumaj? Unë jam Lisman Pllumaj, lindur dhe rritur në Shkodër. 18 tetor 1989. Aktualisht Ti bie sa vjeç? Shkodër, 35 vjeç. 35 vjeç. Aktualisht banues në Shkodër, kam banuar disa vite në emigracion. Diku te 5-6 keni vite në qenë? Gjermani. Gjermani. Dhe kam parë që edhe emigrimi nuk është krejt e thjeshtë, është për mua shumë i vështirë. Dhe ai që e provon, mendoj që ka të njëjtin mendim. Unë jam pjesë e Partisë Socialdemokrate. Më fal që të ndërpres për një moment, se më erdhi diçka në mendje. Kujtoj që me këtë Gjermaninë më erdhi në mendje. Kujtoj para, po di tani sa vitesh, ndoshta 14-15 vitesh, kur ishte zoti Berisha në pushtet, pra Partia Demokratike. Dhe unë kujtoj që thoshte atëherë që ne jemi të dytët pas Gjermanisë, pra Shqipëria ishte në vendin e dytë pas Gjermanisë. Nuk e mbaj mend për çfarë, po ishte në vendin e dytë. Ndërkohë që tani shoh në këto podcastet që bën kryeministri Rama, thot hajdeni këtu në Shqipëri, ju që jeni në Gjermani, sepse Shqipëria me sa duket që nga më mirë se sa Gjermania. Si mendon Lisman? Unë nuk jam me njëjtin Sepse ti ke qenë, sepse ti ke parë duke jetuar 5 vite në Gjermani është më se mjaftueshme me pa jetën e tij. Jeta në Gjermani me Shqipërinë është një realitet krejt ndryshe, them drejtën, siguria, jo vetëm siguria e personit, siguria shëndetësore, këtu të ndale për të dëshiruar, mendoj unë. Siguria në punë, siguria në rrugë. Çdo gjë, arsimi, çdo gjë për mendimin tim Gjermania është shumë vite drejt përpara Shqipërisë. Por mendojmë që ne do të arrijmë hapat e Gjermanisë, por në të ardhmen se për momentin. Po mirë, pse e kthyer ti për shemb? Duke qenë se Gjermania është kaq larg standardeve që kemi ne këtu. Arsyeja pse unë jam kthyer është sepse, do them të drejtën, unë e dua vendin tim për nga natyra që ka fal Zoti. Për nga bukuritë natyrore dhe me dhimbset, si thonë, me dhimbset t'ia lënë dorë
këtyre të sotme pushtetarëve të sotëm po them, dhe të braktisi dhe të shkojnë në një vend të huaj. To kënë se pse mos kontriboj edhe vetë, unë jam shkollu këtu. Kam kry universitetin Luiz Gurakuqi Dega Histori, aktualisht jam në një master shkencor Dega Gjeografi Regionale, me mesatare 9.13. Jam drejt përfundimit dhe më pëlqen shumë, si të them, më pëlqen shumë studimi i kësaj dege. Sepse përket me natyrën, me çdo gjë, me zonat e mbrojtura. Kjo është, më thënë, është, si të them, primare për mua, që unë mos të braktisi vendin, të jem shembull i rinisë shqiptare dhe duhet të bëj një thirrje, edhe gjithë rinisë shqiptare që sot janë në emigrim, të rikthehen dhe me ato që kanë ose ato që ofrojnë i shërbejnë vendit tyre. Sepse ndryshe vendi nuk bëhet. Kuptoj. Suada, të ka shkuar ndonjëherë ndërmend të ta lësh Shqipërinë? Në fakt shumë herë. Shumë herë. Duke Ku ka qenë hera e fundit? Duke ndoshta para 3 viteve. Okej. Duke qenë edhe duke punuar afër komunitetit dhe duke ditur problematikat e tyre, ankesat e tyre, brezit tem të rinisë, që çdo ditë po largohen, dhe ankesat e tyre, problematikat që çdo ditë hasen me vështirësitë e tyre, si tek arsimi, si tek punësimi, që është një ndër hallkat dhe problematikat më kryesore në vendin tonë. Po nuk pate një mik, një njohës, sado që të mësosh të jesh ekselent, to nuk mundesh të gjesh një vend punet. E qartë. Mirë, para 3 vitesh, çfarë ka ndodhur pastaj në këto 3 vite që nuk e ke menduar më? Ishte mbështetja e Zotit Tomdoshit dhe thirrja për të u aktivizuar edhe më shumë, siç kam qenë në Partinë Socialdemokrate dhe më bëri ftesën për të kandiduar për në Këshillin Bashkiak të Shkodrës. Okej, detyrë që ju e kryeni aktualisht, apo jo? Po, jam aktualisht anëtare e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, ku kam ngritur zërin për shumë problematika për anën e malit, sidomos aty ku që jam bija anës malit, po normalisht edhe për problematika të qytetit Shkodrës. Cilat janë të shumta mendoj? Se mund të, sigurisht janë të shumta, por madje unë e shoh edhe tek jo në Shkodër, po e shoh këtu në Tiranë ku edhe kam fushatën time, i pyes njerëzit që të më thonë ato shqetësimet e tyre ose hallet që kanë, dhe më thonë zimë nga t'ja nisin, më thonë. Realisht ka kaq shumë halle, ka kaq shumë problematika, por megjithatë nga diku duhet nisur. Dhe për të paktën për mendimin tim duhet nisur nga ne vetë që kandidojmë, apo jo? Se njerëzit po ti pyesësh, çdo gjë u duket e rëndësishme mbase qytetarët, por në hallet që kanë, por diku duhet nisur për t'i zgjidhur. Për shembull, do i pyesja konkretisht juve për zonat që ku kandidoni, po edhe gjithë qarkun e Shkodrës, sepse fundja do jeni deputet të këtij qarku nëse do zgjidheni dhe do duhet të filloni zgjidhjen e problemeve sapo të keni marrë mandatin, apo jo? Pra, çfarë do ishte ajo nisma e parë, po themi ligjore, pra në parlamentin e ardhshëm, nga duhet nisur? Kryesorja për mendimin tim është që në momentin që merret mandati mos i braktisim qytetarët, paktën të jem afër tyre. Si në raste kur janë zgjedhjet, të gjithë kandidatët ju shkojnë afër qytetarëve si në nevojë, si në pa nevojë, por mendimi im është që të jemi afër tyre si në mandat, si pa mandat. Kjo është kryesorja. Mandej vijnë problematika tjera që mund të kenë, unë flas për qytetin e Shkodrës, flas për unë jam banor i njësisë Rrethina. Mund të them edhe për njësinë Rrethina çfarë problematikash hasen akoma sot në 2025 hasen probleme me ujin e pishëm. Që mendoj që ka 30 e sa vite demokraci që premtohen që do të bëhet ujë i pishëm, do të bëhet ujë i pishëm akoma s'është bërë. Infrastruktura rrugore dhe për dëshiruar. Tani njësia Rrethina është njësi urbane apo rurale? Si mund ta cilësonit më së shumti? Unë mund të them si në hartën gjeografike është urbane, por në terren është rurale.
Pra për nga sepse shërbimet që për nga shërbimet që ofrohen. marrë Për nga vesh. shërbimet që ofrohen është rurale. Mhm. Ndërsa problematika që mund të kenë qyteti i Shkodrës dihen. Infrastruktura rrugore është kryesorja, e cila është tu bë diçka, por akoma të ku duhet, akoma të premtimet që janë dhënë. Edhe mendoj E që keni fjalën jo në rrugët kryesore, po ato që lidhin brenda lagjeve po, gjitha rrugët mendoj vetën. Disa rrugë janë riparu, janë rregullu, disa edhe kanë, por pjesë tjera janë lënë për dëshiru. Bëhen punime elektorale, shtohet asfalt sipër, prishet asfalti mandej bëhen kanalizime, kjo s'funksionon. e qartë. Nesër me kenë unë përfaqësues i qytetit të Shkodrës në parlament, këto do të jenë pikat kryesore. Vada po juve. Nga doja nisnit. Infrastruktura në qytetin e Shkodrës, në zonat rurale dhe sidomos t'i jepet një vëmendje dhe një qendër shumë zonave urbane, rurale, edhe pse jo të kthehen për shembull zona Ans Malit ka bukuri shumë natyrore. Në te nuk është vënë në dorë as edhe gjatë. Mundësisht është edhe rruga kryesore që kalojnë shumë turista. Nga ana Sa jo s'është bërë. Jo, është e bërë, Apo është e bërë, s'është mirëmbajtur? s'është mirëmbajtur fare. Okay. Mund nga ndriçimi, që është gjaja më kryesore për ata banor. Çdo gjë është e ndaluar. Nuk e kanë, domethënë nuk e kanë kthyer kokën as pak në fshatra. Si te ana Malit, si në zona tjera Do më të shumë. shtoj edhe diçka, Foli s'ma. nëse më lejohet. Po patjetër. Duke qenë se studioj zonat e mbrojtura, unë mendoj që duhet të marrë fije parasysh zonat e mbrojtura, liçeni e Shkodrës, e cila është pasuri kombëtare për mendimin tim natyror. Zonën e Vilipojës dhe zonën e parkut kombëtar Thethi, të cilat mund të them për liçenin e Shkodrës nuk është vënë dorën te paktën të shtritë sa vjet. As pastrim, as mirëmbajtje. Shumimi i gjallësave, ndihma që mund të jepet për shumimin e peshkut, për shembull simboli i qytetit liçeni i Shkodrës është krapi. Po. Krapi dëmtohet me gjenerator. Shumë mirë e dinë edhe drejtuesët se si bëhet, por nuk vën kush në dorë. Për mendimin tim, duhet marrë fije parasysh edhe kjo pjesë, duhet filloj nga lart e strukturat poshtë pastaj. Okej, Pak a shumë ju e thatë çfarë ju shtyn të merreni me politikë. Por ndoshta mund ta riformuloni çik më qartë. Pra mund të ishit thjesht dhe qytetar, siç janë shumica e njerëzve në këtë vend ose edhe në Shkodër sigurisht. Qytetar që shohin se çfarë bëhet me ta, me realitetin në cilin jetojnë, me ligjet që bëhen, me procedurat që ndiqen, me projektet që zhvillohen, mund të ishit edhe thjesht qytetar. Pse keni vendosur të kaloni nga thjesht qytetar të zakonshëm të këtij vendi në bëni këtë hapin drejt politikës, pra drejt vendimarrjes? Duke parë tek Partia Socialdemokrate dhe te lideri jon zoti Tomdoshi, vizionin e qartë, liderin që ai është, mbështetjen që ai ka tek që jep çdo banori të thjesht, çdo ditë afër tyne, kjo të bën të shtyn që të jesh pjesë e asaj partie. Okej. Domethënë lideri jon, zoti Tomdoshi është pranë tyre çdo ditë, jo vetëm kohë fushate, por çdo ditë. Ndryshe prej politikanëve tjerë, që ju vjen në mend një herë në 4 vjet. E kuptoj. Por megjithatë, a nuk mund të ishit thjesht votues të Tomdoshit dhe të Partisë Socialdemokrate? Sepse këto që ju thoni qëndrojnë edhe në rast pra për t'i dhënë mbështetje vetëm me votë, pra këtij projekti, kam fjalën se kjo që keni bërë ju është më ambicioze, është më kërkuese, më sfiduese, se të kandidosh pasur një mandat në parlamentin e Shqipërisë dhe që për ta përfaqësuar edhe qarkun e Shkodrës në këtë nivel nuk është gjë e vogël, është ndoshta posti më i rëndësishëm që mund të keni apo jo? Pra, pse e morët këtë iniciativë, është pyetja. Për të qëndruar sa më afër qytetarëve, problematikave të tyre dhe që të mos ikun më rini, se ky vend po bëshatisë çdo ditë. Duken që si votuese e Tomdoshit me vite, si mbështetje familja jeme, gjithmonë ka qenë mbështetëse e tij,
E maj mend në vitin 2005-2004 diçka mos u gabosha. Mhm. Populariteti që kishte ai si lider nuk e di, nuk është gjë tjetër, është e mrekullueshme tu pa se sa afër ju qëndron banorëve dhe sa shumë e dojnë e mbështesin. Të gjithë banorët pa përjashtim. Kuptoj. Edhe kjo gjë më shtyvi që me kenë edhe ma shumë, edhe ma afër e ma angazhume edhe tu ditë gjanat se si jam si natyrë edhe besoj se ja arri dhe do t'ja dal që të jem sa më afër qytetarëve çdo ditë, jo vetëm kohë fushata siç kam bërë tani që jam në Këshillin Bashkiak, çdo ditë afër tyre tu i ditë problematikat e tyre. Prandaj kam zgjedhur Partinë Socialdemokrate të jem një vizion, një zë për ta. Kuptoj. Flis më. Ndërsa unë mendoj që futja ime në politikë flas në strukturat. Para ka qenë diku në 2008-2009. Pas një ill në atë periudhë i femenisin A ka qenë ajo periudhë, okay. I ka qenë diku më përpara në 2005-ën, por në atë momente dhe në 2009-ën daton futja ime në politikë, por të them të drejtën, unë shoh një realitet krejt ndryshe në media, ndryshe në terren. Duke pas parasysh që angazhimi im në politikë t'jem afër qytetarëve dhe t'jem afër me problematikat dhe zgjidhjen e halleve. Partia Socialdemokrate të ofron është partia që mbështet shtresat e varfëna. Shtresat e varfëna sot janë problematika kryesore në gjithë Shqipërinë. Në gjitha sektorët. Unë përmend spitalet. Spitalet janë katastrofë, unë flas nga eksperiencë sepse kam pas përvojën time në onkologjikun Në Tiranë. në Tiranë. Po. Kam pas përvojën time, një person të smur me kancer në shtëpi dhe po mos ishte toma, kanë mendimin që më ka bë unë barë se si duhet të shku puna. Shumë mungesë ilaçesh. A është mirë familjari juaj tani? Mund të them deri diku, se di në dorë të Zotit, që të ketë shkruar Zoti. Unë atë të mia si thonë e kam bë. Mendoj që të kena rrezik. Por Inshallah mbar. Faleminderit. Di të them që onkologjiku në Tiranë lë shumë për të dëshiruar. Dhe shpresoj që çdo qeveri që të vinë nesër ta kenë primar ata njerëz që kanë më shumë nevojë se çdo kush. Pra ju po thoni, një nga gjërat që po thoni është që njerëzit këtu ndonjëherë nuk shërohen se janë të varfër, apo jo? Po. Ase nuk përballojnë dot Nga koston e ilaçeve, të Kosto e vizitave, ilaçeve, mungesa e ilaçeve, mos përkushtimi ndaj tyre, sepse ata janë një stres që realisht kanë nevojë. Po nga Kanë ana nevojë pak nga ana mbështetja nga ana psikologjike është kryesorja. Por nga ana tjetër, mos të harrojmë një gjë. Supozohet që kjo stres e varfër, ata që s'munden dot pra të përballojnë shpenzimet e shërimit, fundja, supozohet që është zgjidhur me shëndetësinë falas. Veç në si falas nuk mund t'i themi, mendoj unë. Unë jam ai person që kam pagu për ilaç aty. Kam pagu. Keni pagu në spital shtetëror? Shtetëror. Kam pagu ilaçe, kimioterapitë i kam pagu. Dhe mos më duket falas. Po ai doni pas mundësit, po një që si ka mundësit. Rralla më në bëne aty. Rrallat, njerëzit, të nej ka 100 vetë në rralla aty për me hi me bë kimioterapitë për një pacient që ka një smundje të tillë është katastrofë. Se ti shkon, unë për shembull kam marrë për Shkodër, jam nis natën 6. Kam rrinë 8. Kam filluar mjekimin 11. Kam kry punë 4. Kam shku në shtëpi mandej në 8. Do godet është ti se çfarë minusi tash për pacientin. E qartë. E një nga gjërat që me siguri duhet bërë është që të mos kemi vetëm një qendër këtu në Tiranë, por do duhet kemi disa, paktën në rajonet kryesore të vendit, dhe Shkodra është një rajon i tillë. Është Shkodra dhe ka spital onkologjik, por nuk ka mjekimet e avancuara. Mjekimet, ilaçet, kimiot në Shkodër nuk vijnë. Për shembull përmend një është një Avastin.
Tirana e ka, Shkodra se ka. Se tek Në qartë. Duke u përpjekur të shikojmë të hedhim një sy të gjithë qarkut dhe fushave të ndryshme që vijnë re. Çfarë është problemi kryesor, problematika kryesore që shikonin në Shkodër, Suada? Në Shkodër janë problematika shumë të mëdha. Ka vite që nuk ka ndryshuar të paktën asgjë. Shëndetësia nuk është falas. Çdo vizitë, çdo ilaç, çdo gjë. Kohët e fundit unë kam pas probleme me ftofjen. Më takoj që më nejt 1 muj gati e shtruar aty. Çdo gjë duhet të paguaj. Ilaçet, çdo gjë, edhe kujdesin nga infermierët, po nuk u pagu të nuk të vite kush me t'hek as agën e serumit. Do thonë është një ndolli që mund ka noll tani, afër, shpejt. Në Shkodër ka shumë problematika të tjera, nuk është duke u mbështetur rinia as pak. Të gjithë janë shumë të mërzitur, të lollur, të gjithë gati vetëm përfundojnë shkollën dhe të gjithë për të ikur në Gjermani, në Itali, veç ku gjejnë një mbështetje. rinia ka një problem tjetër që mendoj që mund të ceket, Mhm. droga, këtu i shkatërru, alkooli këtu i shkatërru, Varësitë. varësitë. Pra edhe shumë të stresuar. Çfarë bëhet për këto, për t'i luftuar? Keni parë ndonjë gjë? Për Unë shembull, mendoj ka që ndonjë s'pohet institucion në asnjë lloj. Shkodër që merret me këtë? Me shku gjitha shkollat e mesme Po, të Shkodrës, në të gjitha pjesa më e madhe e rinisë konsumojnë lanë narkotike. Alkool po, pjesa më e madhe lanë narkotike. Unë mendoj e cila është problematikë kryesore. Sepse duke konsumu lanë narkotike ti e largon fëmin nga rruga e dijes, nga rruga e drejtë. mirë. Ja ku jeni në këtë fushatë. Më mirë se ju problemet e Shkodrës nuk mund t'i njoh tjetër kush. Jo unë nga Tirana, jo ndonjëkush tjetër e kështu. Por le të mos mbesim vetëm tek konstatimi i problematikës. Çfarë mund të bëni ju, vllazëm si deputet të ardhshëm në parlamentin e vendit për të adresuar këto që thoni, këto probleme, qoftë me rinin, me varësitë, me shëndetësinë, çfarë mund të bëhet? Kryesorja, mendoj që kryesorja është që nesër si deputet të ardhshëm duhet të ngrim zërin në parlament të jemi faktor. Jo të rrim në parlament thjesht sa me ngro karrigen. Kryesorja është që ti mi bë problematikat e çoku Shkodrës mi bë mi faktorizu, mi konsumu në parlament siç duhet. Mhm. Dhe jo duhet të thoja që Shkodra është qyteti i dijes dhe i kulturës, ajo të lehet në rreshtë aktualisht nga politika. Unë mendoj që është lënë nga politika, ma pandisi nga qytetet tjera. Nga politika dhe nga interesat vetjak dhe personale të shumë politikë. Të shumë politikanë. Sot në gjithë Shqipërinë mund të themi që ka investime të ndryshme. Shkodra i vitin e fundit ka filluar të lëvizi fije gjana. Për 32 vjet e lënë harres. Edhe me sa shoh edhe nga angazhimi Mhm. fokusi i me shumë i kryetarit të bashkisë është vetëm në qytet, jo në zonat rurale, në fshatrat. Është pjesa më kryesore, sepse nga fshatrat vijnë të gjitha gjërat për të Për të konsumuar, konsumuar pa frutat, diskutim. perimet, zerzavatet, por Patjetër. që është lënë në harres totale. Mhm. Mungon ndriçimi në rrugët, uji, çdo gjë që është jetike e kryesore për banorët është lënë në harres. Është fokusuar në 2-3 gjëna ku ka interesat e vet normalisht. Dhe pjesa tjetër është lënë në harres. Pra ju po thoni që Shkodra nuk është vetëm pedonalia për shembull. Jo. Se ajo duket e bukur. Shkodra është pedonale është e bukur, por Shkodra është e bukur me gjithë qarkun e saj, me gjithë rrethinat, me çdo gjë që e rrethon. Ja është pjesa më e bukur. Ka fshatra që ka bukuri shumë natyrore që të vet pak dorë ta, do bëhet një gjë shumë e mirë. Jo vetëm qyteti, se nuk Shkodra nuk është vetëm qyteti pedonalja.
Ju keni dëgjuar kryetarin ton, zotin Doshi, që ka thënë se do marrim 3 mandate në Shkodër. Sa i arritshëm ju duket si projekcion? Është realist me që njihni juve Duke situatën në terren? duke parë vizionin e qartë që ka liderin zoti Tom Doshi, mbështetjen nga të gjithë, besoj se është i 100% i arritshëm. Mendoj që ai po bën 20 vite në politik. Dhe këto 20 vite në politik ai e ka shërby qytetarëve me rigorizitet. Çdo nevojë, çdo person që i ka ra Tom's telefonit, Tom ajo ka hap telefon. Jo mendoj që e bën ndryshe nga kandidat tjerë. Po mirë, juve jeni vetë kandidat. A bëni të njëjtën gjë? Pra i bien telefonit tuaj, a e hapni? Unë si natyrë jam natyrë që kam qef mendoj të flas për zona jeme, njofin. Po. Çka kam pasur në dorë sot, domethënë deri më sot, unë jam gjin afër. Edhe e kam e bëj me shpirt, si thonë, e bëj me plot dëshirë. Dhe mendoj që kjo gjë mund ta bashkojnë edhe me kryetarin Toma, që Tom Doshi kena një, me thënë, një lloj përbashkët. Ju rrim njerëzve afër, njaq sa kena mundësi. Nesër ti më jep mundësi mu si popull me pas diçka më të madhe në dorë, unë të rrjedhem më afër. Unë duke qenë në Këshillin Bashkiak, domethënë kam çu zoni për problematikat e qytetit normalisht, po edhe nga zona që unë vi, nga ana Malit, një zonë me traditë dhe me kulturë. Dhe kam arritur duke çuar zërin në Këshill, më ndihxu edhe pak fjala për të investuar në 2 rrugë kryesore, që ato ishin 2 rrugë kryesore që furnizonin qytetin e Shkodrës për të gjithë përime, zarzavate për gjërat kryesore të konsumatorit. Që të paktën e dim që janë bio dhe janë me vlerë për qytetin e Shkodrës. Edhe besoj se do jem një zë i fuqishëm dhe do qëndroj afër banorëve, afër qytetarëve, afër komunitetit tim, duke i ndjekur problematikat e tyre, duke i ditur, duke i jetuar aty, i di pjesën më të madhe të problematikave dhe besoj se do jem i zë në parlamentin. Sektor tjetër i rëndësishëm është edhe bujqësia. Bujqësia në Shqipëri është në standarde, mund të themi, me vendet e treta, ose botë e tretë. Duhet një angazhim serioz për zhvillimin e bujqësisë. Ka shumë sa shkodran janë që merren me bujqësi, apo domethënë e kam jo më shumë në sensin e numrit se sa të për shembull ato fshatra. Sa fermer. Jo, e kam në kuptimin sa përqind e tokave punohet dhe sa përqind mbetet lije djerë. Unë mund të them që pak a shumë, nëse mund 30-20% e ke shumë tokë që punohet, pjesa tjetër e djerë. Çfarë kanë bërë ata që kanë? Domethënë ku kanë shkuar këta njerëz? Në tokat bujqësore, 30 vitet e fundit, njëherë janë bë ndërtime informale, që nuk lejohet për mendimin tim. Një shtet Evropia nuk lejohet, po themi Gjermania. E ke fjalën ndërtime informale që pastaj kur vjen në një shi i madh ndodhi përmbytje. Një pjesë lindore e liçenit Shkodrës për shembull, aty nuk ka lejuar më ndërtu. Në kohën e komunizmit, aktualisht ta mush me shtëpia, por ajo kanë tokë bujqësore. Dhe është krejt tokë prodhuese shumë e mirë e zarzavateve. Nësa zona nën Shkodrës punohet, zona Kosmaqit është një zonë që punohet, bushi punohet mirë. Janë disa fermerë që pranë zanatin. Por unë mund të them që ka kontroll tek pjesa e pesticideve. Aja kryesorja. Aja është kryesorja që lidhet me shëndetin tonë. Sigurisht. Se ne jemi konsumator, na s'dim gjë sot, nuk dim gjë që hajmë. Jo vetëm për mallrat që pastaj qarkullojnë këtu, po edhe ato që edhe prodhimi i vendës, po edhe eksporti, nuk eksportohen dot. Edhe pjesa e subvencioneve që janë grandet e këto janë harres, janë pa drejt. A jemi këtë parti, janë çdo gjë në harres, dhe këto bën që fermerët normalisht të tërheqën, të shkojnë të fëmijët e vet që kanë në emigracion edhe këtu, kështu që tokat mbeten pa u punuar. Kandidatët e tjerë që janë në garë, si ju duken, që janë të rinj për shembull, në garë? Të partisë tonë apo të partive tjera? Edhe të partive tjera edhe të partisë tonë. Besoj se kandidatët e Partisë Socialdemokrate janë të përzierë mix,
rini e të gjitha është një zë që deri në parlamentin shqiptar një zë i fuqishëm. Ndryshe nga partitë e tjera. Partitë e tjera nuk kanë pru ndaj frymë të re, janë vetëm janë fryma të vjetra që kanë qenë për 32 vite, që kanë pas mundësi me bë për Shkodrën dhe nuk kanë bë asnjë gjë në fakt, nuk kanë zonë parlament, nuk kanë ngrit zonën për asnjë problematik që e karakterizon e shqetëson banorët e Shkodrës. Unë mendoj që ka disa element të mirë edhe tek të partitë tjera, plus partia jonë nuk diskutohet, por diçka nuk më pëlqen te ky kandidimi i këtyre kandidatëve, sepse këtu po trashëgohet brez pas brezi, baba e len vajzës, hoxha e len nipit. Kjo gjë Nana më djalit. duket si e tepërt, si një këtu si në monarki, e shu i bjen. Po. Unë mendoj që duhet me dhënë drejtën atij që e meriton, atij që ka kontribu për këtë parti, ose atij që ka kontribu për komunitetin. Dhe kjo nuk po ndodh, thoni. Nuk po Jo. ndodh. Prandaj kjo na shtyn që të jemi më të motivuar dhe të ecim përpara, të jemi një zë i fuqishëm. Duke qenë se Sepse edhe banorët janë lodhur. Duke kaluar tek nana, tek baba, tani te djali, domethënë e njëjta parti shkon brez brezi vetëm te një familje, te një individ. Pse të mos ndryshoj kjo gjë, të vinë frymë të reja dhe kjo gjë të vazhdoj përpara, jo të rri ma me kohën e vjetër. Po mirë, po fushata jon si parti në Shkodër, jo thjesht e juaja individuale, po ju vini re, besoj edhe ato të kandidatëve të tjerë që kemi ne në qarkun e Shkodrës, ndoshta po vini re për aq kohë sa keni kohë po, sigurisht, thonë vetë. edhe fushatën e partisë tonë në përgjithësi në gjithë Shqipërinë. Çfarë po bëjmë siç duhet? Dhe çfarë s'po bëjmë siç duhet, ose si më thënë mund ta përmirësonim, ta rregullonim ose ta bënim më shumë, po themi. Unë mendoj se Këtu pranojmë vetëm përgjigje të sinqerta. po po. Fuqata të paktën u flas për Shkodrën, Po. deri tani është mirë. Se kandidatët e partive të tjera nuk po bëjnë ai gjë, me thënë, pa dalin në rrugë një aty, vetëm bëjnë premtime boshe. Ne si parti, flas edhe për veti, unë nuk jam kandidat që mund të premtoj ty ta bëj këtë edhe nesër mos me ta bë. Duhet me cek problematika që janë kryesore dhe problematika që ne i zgjidhim. Të pos Pra. bëjmë premtime boshe. Po pra, ne jemi te fokusimi jon si parti është te mjekësia, është te bujqësia, pra janë të rritja e pensioneve dhe rritja e ndihmave ekonomike, pra është fokusi te shtresat në nevojë. Duke se jena te shtresat në nevojë, është shtresa e cila ka disa vite ose mund të them ka 35 vite ose 34 vite është lënë krejt në harres. Dhe duke qenë se fokusi jon është tek ajo shtresë, mendoj që do na sjelli pozitivitet edhe në fushatën tonë. Dhe duhet kjo shtresë duhet ndihmuar vërtet. Jo sa formale siç bëjnë partitë tjera, në momente fushatash shkojnë në gërsasin der, pa pik turpit, pa pik marrët, unë bëj këtë të bëj atë. Thjesht i përdorin. Mendimi im. Qytetarët e Shkodrës besoj se janë lodhur nga kjo gjë. Dhe besoj që të partia jonë shohin një synim të qartë, një vizion të qartë dhe din fjalën e mbajtur nga lideri jonë Zoti Tomdoshi. Dhe besoj kjo do të jetë arsyeja kryesore që ne jemi parti kaq e madhe dhe kaq e bashkuar dhe fituese. Kaq me zemër të madhe. Kaq me zemër të madhe. Po mirë, asgjë s'mund të Siç ndryshojmë. është lideri jonë me zemër të madhe, edhe ato që përfaqësojnë partinë janë po aq me zemër të madhe të angazhuar. Kjo është shumë mirë, por nga ana tjetër, s'duhet të ndryshojmë asgjë? Të përmirësojmë ndonjë gjë, ndonjë element të fushatës sonë, për mënyrën se si po bëhet fushata. Ndoshta paraqitja sa më shumë në rrjetet sociale do ishte diçka më pozitive. Do thënë reklamimi se unë është shpirti i tregtisë. Por reklamimi i tepërt ndonjëherë nuk të bën mirë. Mund të thë bumerang. Po pra si thonë që njerëzit janë lodhur me këtë pjesë. Është qartë. Dhe deri këtu ku jemi besoj se jemi mirë.
Okej. Okej, ne shpesh shohim, paktën këtej në Tiranë, shohim në lajme raste kur cënohet siguria, atentate, ku diun në Shkodër. A është siguria vërtet problem? Pra kaq problem saq her pas here duket kur ndodh ndonjë ngjarje tip atentat, tipi ku diun mafioz po Mafioz. themi e kështu. A është kaq problematike çështja e sigurisë në Shkodër? Realisht po. Është problematike se shihet çdo ditë kjo gjë vërtetëri sidomos në Shkodër. Dhe njerëzit janë të friksuar një pjesë normalisht, sepse s'ke siguri. Mhm. Mund të them që edhe mediat e mbi popularizojnë i fije pjesën e bojnë të mallë. Nuk është nevoja më ba. Në unë. Çdo qytet ka problematika, çdo shtet ka dhe problematikat e veta. Por deri diku duhet bërë më tepër për sigurinë. Nuk është nivelet ku duhet me kanë. Ka problematika, po mund të themi që edhe disa problematika janë zgjidhur, sa përket kësaj pjesë. Pra po ta krahasojmë me ku diun 5 ose 10 vjet më parë, si është gjendja e sigurisë në Shkodër? Ju të shikoni ju Unë mendoj njësoj. njësoj. Nuk është se si para 5 vjetë, si para 10 vjetë, po njëjta gjë. Mirë, koha ka kaluar dhe kemi ardhur në momentin që unë do ju kërkoja të jepnit një mesazh drejtuar zgjedhësve të qarkun e Shkodrës. Po sigurisht edhe gjithkujt tjetër që është simpatizant i yni kudo në Shqipëri. Se duhet t'ju votojnë dhe të na votojnë. Fshata ime është e qartë, e fokusuar derë më derë, sy më sy me çdo banor, dhe çdo qytetar të Shkodrës. Tu kanë pjesë e problematikave të tyre, pjesë e këtij komuniteti me vite, besoj se e di se cilat janë nevojat e tyre. Se duhet na votojnë ne, duhet na votojnë ne sepse jemi pjesë parti që mbajmë premtimet. Lideri jonë zoti Tom Doshi është çdo ditë pranë banorëve, pranë komunitetit, dhe është njeri i fjalës dhe i besës. Kjo gjë na bën ne që t'jemi me të fokusuar dhe me të përmirësuar edhe me të fituar se partitë tjera. Nuk është një lider që hap telefonin një herë në 4 vjet, po hap telefonin çdo ditë dhe është pranë qytetarëve e banorëve të Shkodrës dhe çdo qyteti. Okej. Unë mendoj që Partia Socialdemokrate me në krye zotin Tom Doshi sot për sot është partia më e besueshme dhe më afër qytetarëve në nevojë dhe më zgjidhëse e problemeve. Dhe i ftoj gjithë qytetarët e Shkodrës që të na votojnë ne, sepse nesër do jemi zëri juaj në parlament siç duhet. Sepse dhe partitë e tjera gjithë këto vite thjesht pjesa më madhe vetëm premtime elektorale se fjalën se mon kush. Thelbësoria është majtja e fjalës dhe ta çojmë aty ku duhet, si thonë burrnin, e kena në veriu. Si thonë jena me besë, me majt besën siç duhet. Dhe mendoj që Partia Socialdemokrate e bën më së miri këtë punë. Paktën i to 7-8 vitet e fundit e ka kryer me rigorozitet. Çdo gjë që ka premtuar, çdo fjalë që ka thënë, çdo premtim që është mbajtur. Dhe mendoj që dhe ne nesër në parlament do të jemi përsëri dhe më shumë afër qytetarëve. Suada, faleminderit që ishit në këtë podcast. Faleminderit juve. Lisman, faleminderit që ishit pjesëmarrës në këtë podcast. Faleminderit për Ju ftesën. uroj të dyve suksese në fushatën tuaj Faleminderit. dhe suksese edhe partisë tonë, në qarkun e Shkodrës dhe në gjithë Shqipërinë. Nderuar miq, këtu përfundon ky episod. Ritakohemi bashkë herën tjetër.